personin që është shpallur në kërkim. Shërbimi kërkim shpëtimit malor i Kosovës është aktivizuar edhe ka dalë në ndihmë policisë, me ftesë policisë edhe të zjarfiksve të rajonit Deçanit. Për momentin kërkimet janë duke u bën disa zona. Unë ku qëndroj tani jem në lugë të Deçanit dhe jem duke kontrollu afër bregut të lumit Lumbardhi Deçanit, por disa grupe tjera janë duke zhvilluar aktivitetin e kërkimit në disa zona tjera. Zotja Abazi, ju lutem, a mund të na përshkruani pak a shumë ose të tregoni se si duke gruaja që humbi në mënyrë që mbas të shikuesit mund ta kenë parë dhe më pastaj t'ju ndihmojnë juve? Po shpresoj që shpejt kemi dalë me informata tjera për ju edhe për opinionin ma të sakta. Ka është e rëndësishme është që një robë e saj na është gjetur afër një ujëmbledhësi afër manasirit Deçanit. Ne jemi të zhvilluar aktivitetet tona të kërkimit dhe kjo është krejt çka mundem tani për tani me thonë në këtë drejtim. A është e moshuar? Po është e moshës mesme, le të themi ashtu, është e moshës mesme. Por çka është shumë e rëndësishme është që personin i cili është shpallur në kërkim nuk është hera e parë që ka dalë nga shtëpia dhe nuk është hera e parë që është paraqitur si është dukur. Fatmirësisht gjitha hera tjera është lokalizu